Sapo kishte dal nga automjeti, makina përplas për vdekje 62 vjeçarin arrestohet në flagrant shoferi. Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur sot në aksin Korçë-Bilisht, në afërsi të kryqëzimit të fshatit Tren. Automjeti me drejtues shtetasin FP ka përplasur shtetasin LSH rreth 62 vjeç, i cili sapo kishte zbritur nga një makinë tjetër. Për pasojë ka ndruar jetë 62 vjeçari, ndërsa u arrestua shoferi 47 vjeçar. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrant shtetasin FP 47 vjeç, banues në fshatin Sul, Devoll, për veprën penale shkelje rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Rreth orës 11:45 ditën e sotme në aksin rrugor Korçë-Bilisht, në afërsi të kryqëzimit të fshatit Tren, automjeti me drejtues shtetasin FP ka përplasur shtetasin LSH rreth 62 vjeç, i cili sapo kishte zbritur nga një automjet tjetër. Si pasojë e aksidentit, 62 vjeçari ka ndërmarr dëmtime trupore dhe ka ndëruar jetë më pas në spitalin e Korçës, thuhet në njoftim. Materialet proceduriale do t'i referohen prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme.